Zhduket statuja e Melanie Trump në Sloveni misteri që fshihet pas vendosjes së saj. Një vepër prej bronzi që shfaqte zonjën e parë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Melanie Trump u vodh në qytetin e saj të lindje Sloveni. Autoritetet u informuan për incidentin të martën, ka thënë një zëdhënës i policisë të njëjtën. Statuja është në madhësi reale dhe përshkruan zonjën e parë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës të vendosur tek një statuj të drunjtë dhe duke përshëndetur një lëvizje për të cilën artisti u frymëzua nga poza e çiftit presidencial të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në inaugurimin e Donald Trump në vitin 2017. Vepra prej bronzi u zbulua në vitin 2020 në mes të një fushe pranë Sevnicës, një qytet në pjesën lindore të vendit ku Melania Trump kaloi fëmijërinë e saj. Krijuesi i saj, artisti konceptual amerikan, Brad Doney, donte ta bënte atë jo monument dhe anti-propagandë, duke shpjeguar se synonte të mos miratonte politikën e shtëpisë së bardhë, duke kujtuar se gruaja e tij, e quajtur Melanie Knavs dhe e lindur në ish Jugosllavi, është gjithashtu një emigrante. Ai shpreu trishtimin e tij për zhdukjen e veprës e cila ishte mbështetur fort në trungun e pemës, mendimën e betonit dhe shufrave të hekurit, duke i detyruar hajdutët ta prisnin atë në pikën sipër kyçeve të këmbëve.